di në xhep ajo s'ka vlerë, se Zoti paren sot ta jep E nesër prap ta merr. Do flasim për lek sot më duket. E vërtet. Duket që ne duam të tërheqim shumë lek në këtë treshe lesbikesh në pa manual. Mirë se erdhët në episodin e ri, doja të thoja. Okej. E dija që 16 ishte një numër interesant, duket. Duket pa. 16, 1 dhe 6 bën 7, as pak interesant. Po, 7 është numër me fat, numër leku, dëgjoj nga publiku lek, jo. 8 është numri i lekut, Megli, po s'ka. Prandaj s'kam lekun. Do doli, e kam ditë gabim. Çdo gjë në këtë vil ndodh gabim, ndodh e kundërta. Këto të dyja janë bërë me tela dhe unë që duhet i vendos lart dhe poshtë jam pa tela akoma. Shife pak Megli. Shi dukesh se ato që ke vënë kolege, jemi njësoj. That's my type. E shoh, I see where this is going. E shoh se ku do shkoj ky episod. Gjësiana mu ka si, Mirë, si jeni ju? Si ju kam? Shumë të bukura sot kolege të dyja ju. Jemi ende të veshura me atzur, të shkëlqejmë se çdo episod tjetër. Pa. Dhe unë këtë fundjavë pash një TikTok shumë të lezetshëm që doja t'ja bëja. Hajer, ka vjetua eksperimentale, hajde. Direkt se jam shumë kurioze këtë do zgjidhni ju. Ka të bëjë me lekët? Po, ndoshta po. Me meshkuj, besoj. Okej. Pa, ti që po, meshkuj dhe lekët. Si ka mundësi. Nuk ka lidhje fare. Unë do ju jap disa opsione dhe ju do zgjidhni vetëm 2 prej tyre. Okej, e para është shumë i mirë në shtrat. E dyta është shumë i mirë në shtrat për çfarë? Çfarë opsione është? Një mashkull që ka 5 cilësi, po ju të zgjidhni vetëm 2 nga këta. 2 nga këto cilësi të këtij çuni. Absolutisht se në këtë botë utopike nga 5 cilësi të mira 2 mjafton të ketë ai shkreti quhet. Mjafton. Mjafton shkuar standardet për këto. Do të thoya 1, po ecim. Është single. Është single i pamartuar, po just. Shumë e mirë në shtrat, nuk bëhet kur xheloz. Kthen mesazhet direkt. Boring. Të bën shumë për të qeshur, 4, edhe 5 ka shumë lek. Zgjidhni 2 për këtyre. Megli? Shko, ajo ka shumë lek, do të thënë i bie që ka shumë lek, ta që kanë shumë lek. Fani, jo, se do dha na qesh, do rras me na lek se humor s'ka. Do doja të ishte, kush ishte e para? Shumë mirë në shtrat. Shumë mirë në shtrat. Dhe të ishte Fani. Mendoj që mund t'ja dilnim të dy në këtë jetë. Me kaq. Mendoj që duhet të zgjidhja vetëm 2, Po mirë në shtrat dhe ka lek. Okej. Është një good combo. Po s'është ka lek, ka shumë lek. Ka shumë lek dhe është shumë mirë në shtrat. Do jetë zgëqe po pati shumë lek. Po tani varet se pse i ka bërë tani unë shtoj një prapastes i ka bërë lekët vet dhe ka shumë lek, kështu që nuk është kështu zgëqe. Okej, hajde të quhet. Kështu preferoj ti ta. Unë do zgjidhja, më thuaj. Jo, çfarë do zgjidhje ti? Unë do zgjidhja shumë mirë në shtrat dhe kthem mesazhe direkt. Nuk e kishim menduar, nuk e dinim përgjigjen tënde. Nuk e di. Mundësisht të jetë pa punë të presit ty sa të mbarosh ti bashkë si thua. Jo, punë të ketë. Po kur ke shmaruar të marrë dhe ai, që të jemi bashkë. Kuptoj. Të kenë të njëjtat orare, po ka punë, ka bizneset e vet ai, ka ca bizneset e vet. Absolutisht i kontrollon me telefon. E di ti, ka të kamerën të shkarkuar, thotë më zemra se jam këtu e pak këtu, s'ka nevojë më shkum. Ka lezet. Dhe pse niset ti zogëz sot në këtë temën me lek? Çfarë do flasim sot? Po, një ndër pikat që mund zgjidhni ishte ka shumë lek. Dhe kohët e fundit kemi vënë re që shumë goca të reja po merren dhe po gjejnë të dashur burra që kanë shumë lek, por që janë çik më të mëdhenj në moshë, çik si shumë ndoshta. Do të thuash këto goca që lidhen me gjyshrit e vet? Me babin, me gjyshin e vet, me këtë lloj moshe. Me këtë lloj moshe. Ajo e ka dash aq shumë gjyshin e vet, sa që do ta kishte 2 herë. Aq shumë do gjyshi sa do të ketë 2 gjysh. Se për gjë tjetër gjyshi s'është. Mundësi do ta sa, hajde gjyshi të lexoj një prallë. Kape pa kartën e gjyshit ta marrësh për nesër kur të zgjohesh në mëngjes. Dhe shkosh të marrësh gjyshi çik pensione apo jo? Për pension. Me rëndësi të jetë gjysh me faseta, se po të jetë me protezë dhe thot, lera pak gjyshit dhëmbët aty. Ka të bleje ti herë. Lera di kan? E blen gjyshit, lera protezë ma la pak nga brenda. Oh, bo.
Megli. Imagjino. Kjo është the new kusha, do të thënë nuk e di shperl. Ajo e bo me kështu me buz, me qokë, me thënë vesh, ai edhe që ndarambe. Po jo, se mendoj që vetëm nëse ka një problem shumë të madh, se nëse ai ka aq shumë lekë sa të ketë këtë tipin, mendoj që do kishte faseta. Çka kompromisi bëjnë këto vajza të reja? Për një protezë dhe ti si bë. Megli, qëndron. Ose po e banalizoj pak. Mirë, jo me gjyshin, me babin. Po e banalizojmë çik se nuk është se janë gjysh, moshën e gjyshit, se gjyshi është 80 vjeç. Ka dhe nga ato, si këto që dalin tek ato videot virale në Francë, atje me ato makinat e shtrenjta. Në Monaco. Nuk mendoj që ato janë me proteza, me thanat që Me thanat që është nuk janë. Me çfarë janë ata? Janë me implant. Ju që merrni me gjysha dhe gjyshat vet, bën një kontroll zemre përpara se t'ju lë në maratona e sipër, se dukeni pak tipa sportiv në këtë. Mirë, tash realisht, ndoshta 80 vjeç nuk janë stabler, apo mund të jenë 45, 50, 60. Nuk e sugar daddy tash më mërziti mua. Sugar daddy. 45 nuk është sugar daddy, domethënë. Mund të jesh daddy, po nuk mirë, për sugar daddy për ta profilizuar, për ta kategorizuar tek sugar daddy. Ai është sheqer. Ai është sheqer, mund nga diabeti ndoshta. Babi Dua Lipos, nuk e di sa vjeç është sheqer. Sheqer. Po mirë ma, ai thua do ti duka gjin Lipos sugar daddy. Po ti refer sugar daddy jo se ka diçka. Sheqeri Absolutisht. Duka gjini është. Po ka një problem, këta që janë sugar daddy janë për një arsye, do të thënë janë të shëmtuar dhe rrin me ta vetëm se kanë lek, se me duka gjini rritë pa lek, nuk kanë nevojë të ketë lek që të rrish. Për atmosferë. Nuk kanë nevojë të ketë lek. Kështu që sugar daddy janë pak. Mendoj se thua tani kështu që e di që ka lek, se po edhe po t'ishte pa lek. Je për mua ato moshë ishte fare, po. Nga pëlqyer Ku t'ka pëlqyer? Kur i ka pas flokët e gjata që i tunte. O bo. Po Okay, shite Meglit. Shite Meglit. Se ti gjeti nuk do dilje kur me një sugar daddy? Sugar daddy jo, po as me duka as është madh në moshë, ja me ja. Shumë e madh. Se ti dukesh gotë sa seksi e jam thjesht 21. Serbe do thoja. Qëndrojnë të gjitha të që the, por një sugar daddy nuk më meriton. Po pse? Do dikush do ta hash 4 herë në javë në restorant, ai mund të shkojë 7 herë në javë në restorant. Po ja, nuk ka fuqi të përballoj. Mendoj që nuk përballon me të dalurat, se është i madh dhe lodhet po dalë shpesh, prandaj. Po këtu e kishte fiks. Lodhet po dalë shpesh. Do të bërë në implant gjunjësh ai protezë. O po. Proteza gjithandej. Jo, nuk më pëlqejnë. Se e lam që ngoj ka implante për ballon. Oh. Mirë. Tani, ju e dini që ne në çdo episod ndajmë temën në Instagram. Të them të drejtën, nuk ishte aq lehtë këtë herë që të mblidhnim histori, sepse nuk kanë ardhur aq shumë histori sa ç'vinte temat e tjera, se domosdo është një temë pak e ndjeshme dhe kush do të tregoj fundja fare që ka një sugar daddy. Megjithatë, një treguan shumë e guximshme do lidhet me ne në telefon për të na treguar historinë e saj, se si është lidhur me një sugar daddy dhe si ka vazhduar historia e saj. Regjia, të lutem, na lidh pak me, si do e quajmë? Katerina? E quajmë Katerina. Kati. Katerina duket si një emër potent që mund të ketë një sugar daddy. Regjia, të lutem, na kemi? Kati. Hi. Gott sahar, frejnje. Si je? Fjenen. Mirë, ja pak super. Me ciklet, po shto kerit. E dim që është siklet, po mos harro unë ta thash edhe dje që do ta ndryshojmë zërin, kështu që fol si të duash ti, lirshëm fare, sikur nuk po të dëgjon gjithë Shqipëria. Na tregon çdo gjë. Ta mirë shumë kur bëhet fjalë për këtë historinë time, është pak ciklezën për mua, po gjithsesi unë do bëj maksimumin që gjua për të djelt amam. Kati ti ishe sa edhe për vjeç? mua është pak. Unë jam 22. 22 vjeç. Çike Ka. Vogël. Po. Ska që na tregon? Na tregon s'ka gjë. Tani, rajdi zë më thëmë, të që zënë vërtetën, në unë që fëdom kismet për të temë, dherë pare 6 muajsh, për këtë që do të regoni dhe do të gjojnë një thërë 6 muaj, do të gjykoja, do të parë gjykoja, do të saja, do të komentoja për keq, edhe
sinqerisht domethënë nuk mendoja kurrë që mund ta bëj edhe veg. Tash nisi një natë që unë isha në Kazino me shoqet e mia, unë faktikisht i ka për herë parë. Nuk ishte doja, to më morën në dorë, hajde, edhe thash, hajde, po niki. Kështu kam shku dhe unë Kazino Tani. parë me shoqet gjë me zë. Me dëshirë shkova me Po më morën në me dorë, dëshirë. doja. Edhe kur hyre ty, po shikoja që kisha goxha burra në moshë, domethënë, edhe një nga gjërat që evidentova ishte që sa po hyra, nikush prej atyre nuk po më ndante syt, jo beton, domethënë po nuk më ngjiste sy në atë moment. Unë më shumë ma vinin në të vëki edhe gocat edhe shoqet, edhe një moment që e mbaj mend kështu si kishte ndodhur dje, kalojt një tavolinë rulet që janë në tot Kazino sa ty. E zilë kështë hiç kry, e më këtë mu zeza po të kuqë. Ngela, zë ishte ki zilë shëzën, e zdez, e mërë porja po të pojisja. E ju duke kështu si nga ato që marrin vesh nga e kuqja e zezat, ja ti direkt. Dhe nuk e di unë ngena, se kisha i den varës, edhe do ke i fitnoj. Me vërtet? Fati fillestarit. Fati fillestarit. E preke çik kështu të shpatlla se këta zakonisht e ke pasur kur i themi njërin tjetrin preke çik për fat. E preke apo thjesht i the e kuqe zezë? Moja asnjë gjë, unë nuk po e kuptoja fare, se nuk e kisha iden as atyre ndonjave të pyetjes des, pa shumë instinktivisht, domethënë çela parë që më erdhi. Shqyqys pas ke ik, mas je pas ke thanë. Për zotin. Mi jep qipsat mua i pastaj, edhe më thot mua meritosas them solefax. Unë ngela, që isha pak në spiklet. Chipsat. Kini të datë që merren kur po. Po, të kazinos. Po, e kuptoj. Po, edhe unë isha qik ciklet edhe shumë njerëz aty për dalë, shoqët e mia që më thoshin meri. Unë sa shari që po i marrë, shkova kërë. Po më valaj. Edhe shkova të kasa, dhe ajo gocat e kata që rinë aty, dhjep ndorë 2.000 euro. Sa? Sa ishe? Unë kësem për 2.000 euro. Urdho? Nësa duka të më thënë, i pas kam fituar 2.000 euro. Me sa duket. U kësë të i direkt, gjithë të kësine ta kuftoj, sa si nësas mund të në ki përnoj. Këta shi i shtyn, ato lekët, edhe më japoj një kartë vizit. Edhe në thonë mua të prendë në orën tekst, t'jesh gati. Direkt me që ka... Si direkt aty? Jesh gati, motor, aha, diskutim. Le shumë hapësirë për Se ka si diskutim. interesima investin të ata, s'ka po këtoja fare, kur fitoj, kur më dha lekët, kur në ftoj, në orën 8 jam gati, edhe të më dha një adres, një lokali pesh, ku në komu Parisit. Një lokali peshku në komunë të Shiko, Parisit. nuk e dion si që shtek është ai, po si gjest hiq lekët, si gjest të t'japi njëri një karvizit dhe thot në orën 8 të premten t'jesh gati date night është e bukur. Pa. Tari, Varet tash i bukur ai apo varet tash i bukur ajo, se siç e the ti, ose mund të vrasi ose të ka fituar për Po dalë. flas nëse Një nga të dyja po është pak shumë. Jeta është about taking a risk. Absolutisht tingli. Jeta është pa manual nga një anë, kështu që Kati? Ju po mendoni shumë gjëra, po unë atë moment isha ngel domethënë, dhe të jem e sinqert, unë s'kisha pa një herë 2.000 euro bashkë, kisha qitja ti preke, t'kisha ndodhur kur. Edhe normalisht ditë stash nuk përndova gjë dhe kisha nevojë për atë procesën e reflektimit që ta përtitoj gjithë situatën, dhe atë natë nuk i keva fare përgjigje. Dhe është një situatë që s'isha përballë ndonjëherë, sta shoh më shifrën e lekëve, shoh më dikë që njëte lekët do të më ofronte një takim, ishte shumë e papritur, si do të vitë për mua, dhe doja të dija të bëj gjën e duhur, më saks kush ishte gjëja e duhur për të bërë, a më duhet i merr ato lekët që në fund ditës fati im as ditë i kërë isha gjëzuar. E kuptoj. Nëse ke gjë që po këja unë ishte për këtë smartë for jo. Si ishte? Ishte pak po, erzova. Ishte pak i serit, i prerë me gjëra që toshe, duke shumë i vendosur, këmbullet aq sa duhej, pra nuk të unë isha stiklet nga situata, pa isti për sa nuk ishte imponues ndaj deti që më kërkoi. Tu duk hot, domethënë me pak fjalë. Po në fytyrë ishte i mirë. Po tani i mirë për moshën ishte okej. Vazhdo. Pasi unë nuk e harxova, fillimisht herë nuk e harxova kësi nga lekët që më dha, edhe po më pësën edhe gotat, po më thash dhe ja kthej.
dhe gota më tham hik, për respekt, diskutoja, dhe po që se më do këseja, pavarësisht se që kohën s'po më thomin që hargjoj, bjune i gjë për vetë, gjëra kështu, se normalisht po ma hype up që që vendoja për qeft. Tani, si përfundim, ikja të natë, isa pak e zituar, pak të dizduar, edhe shikoj se një kisë rezervuar një zonë për vetë në restorant, dhe ulemi aty. Qa kishe veshur ti e dashur? Po, Qa nuk veshe? vesha pak hithe, nuk dhe rëzgëshe sunet, kraj një po tam. Nuk u Do veshe me thonë, egzageruar to kështu, do më thëmë provokuese ka stile. Jo, një po tam tjes, këfi tash poshtë kyçeve, do më thëmë po zhojnë po. E kuptoj. Nuk është sa... Zojnë gru. Me gjëra to, me fatukën ativi ka përqyt, sa ula, do më thënë gjëja parë që më tha, je shumë e bukur, edhe përveç kësaj më dorëzonte një kuti. Kuti. Qa kutia? Pa, kutia që ishte një vajzë me diamant. Dhe ishte një nga ato argjendarit më të njohura në Tiranë, që s'po jasje me emrin. Më s'ka që i shpejt, kjo nuk priska, pap. Goca ishte shumë e bukur. Ishte fantastike, dhe një nga gjërat më të bukura që kisha pa një herë. Dhe pas të ndërze këto kutin, sa që do që të mduhej, që të mduhej gjë, mjafton dhe që t'ja kërkoja edhe do e Kështu bënte gati. direkt. Hap gojen, do me thonë, hap gojen. Po. Okej. Edhe në goxha madhe, do më thënë, ai ishte 52 vjet. Sa? Sa vjeç ishte? 52. 52. Dhe ti 22, a? Po. A dyshin e pas një pas për bashkë. Njëri dysh. Megli shikon gjithmonë gotën gjysmë plot. Okej. Nësaj që kishte bizneset e veta, kishte shumë lek, kishte pa fund lek. Edhe tek ta intragonte domethënë për këtë jetën Më shumë fal. të pasur që Pra të bënte. mosh, të vetat i kanë duikat babit. Do ishte problem nëse do kishte të vetat bizneset në atë moshë. Në 52 vjeç. Edhe domethënë ai kontingte për këtë jetën e pasur që bënte si për mua ishte kështu ëndër. Unë po i tregoja për shkollën, po i tregoja që isha pa punë, po i tregoja edhe për babin që në atë periudhë kisha goxha të morë. Dhe ku po i tregoja këto gjërat edhe situatën interesante dhe mia më tha që të premtoj që do për çdo gjë për të ta zgjidhur edhe. Domethënë më doli garantë, do më thjesht atë bëshirti që mund kisha që lidhet konkretisht me çështje ekonomike. Nuk pyreta pse as qysha stek, thjesht jo thash më duk si hero, më duk si shpëtimtari im në atë momente, si drita në fund tunelit, edhe realisht për një muaj, pas njohjes me të, mua më ka ndryshuar komplet jeta. Çaja lek në shtëpi, më gjeti punë të burimet njerëzore të një nga bizneset e veta, në bleu një ranch të barzë. Domethënë kisha jetën që kisha dëshiruar gjithmonë ta bëja dhe nuk e mendoja kuj se mund kisha këtë jetë kur. Po atë natën Atë e natë. parë që dole, të kuqe apo të Se vaj marrë me të qeshur. Sa ndodhi atë Ne jemi natë? kështu komike. Pasi e hestja Heshtja po, Eshtja tregon që gjë falas nuk ka, apo ja, Kati. po që ka, nuk mendoj që unë mund të shmëri shkëmbi, ma jo është një gjë që në tjehet, unë bëra gjërë të njefa, i ta bëj gjërë që ta ndjerë, pra nuk është është një dnjëlli marrëveshje që hajtë thonë po bëj këtë dhe ti e do më kthes këtë mbrapsht. Është një gjë që rrinjet vetë. Unë e idealizova komplet figurën e tij dhe versionet që kisha krijuar për të në trurin tim dhe gjërat që ai mund fronta e bënin nuk thyet, domethënë nuk kisha mënyrë se mund të kthej ndaj njerëzit të tij. Me qitë eksperiencë dhe gjithë gjërat që kemi kaluar bashkë. Po ai ishte i martuar, kishte fëmijë? Po, ka fëmijë, akoma dhe grua. Edhe faktikisht gruaja e tij është në një të më mua është shefja ime. Ka dhe një goç që ku ka 2-3 vite më e madhe se unë, diçka e tillë. Nuk e ke menduar ndonjëherë që lekët që ti ta ai ti mund t'i afroj dhe vetes për shembull të punoje, t'ja dilje vetë ndoshta Shiko. për vështirësitë ekonomike që kisha? Ka një gjë se unë e thash edhe më përpara, po teorikisht është shumë e thjeshtë të thuash që shiko se unë dhja dal vetë, do të çaj vetë dhe po kur përballesh në një situatë të tillë, sa do të bëjmë si moralist, sa do të bëjmë si gjykues, sa do të bëjmë si parimor, ti kur përballesh me atë situatë, ti të ndohesh.
Domethënë, kushdo, ata shumë të lehta sa jo nuk do e bëja kurrë, në atë situatë ti nuk refuzon dot. Babi im ka qenë në gjendje shumë sëmur atëherë. Do në fizioterapistë duaj 4 herë në javë. Si mund ta përballoja unë, si mund të bëja hajër unë je? Me jetesën që është në Shqipëri. Marrëdhënia me të, si është seksi me këtë? Është i mirë. Nuk shahem. Domethënë, edhe pse është 22 vjeç, është okay. Me eksperiencë duket. Fillim domethënë gjëja u bë, domethënë ishte më shumë për lekët edhe për domethënë kur mendoja se tek të vendoja përfitimet që vishin pa, domethënë më entuziasmonte, më bënte më pasionante duke e ditur që më priste. Po pastaj me kalim e kohës u bë retërheqja seksuale. O Kati, a ka ndonjë moment që ti je vetëm me veten tënde dhe mendon që je duke bërë gabim në ndonjë moment? E ke menduar ndonjëherë? Shro, e kam menduar, po nuk e se shikoj si gabim, se po mos isha unë, do të isha një gos tjetër në vendin tim. Domethënë, kështu janë këto punë. Të në familjet që se kam një konkurrencë në gruan apo fëmijët e tij. Se ai ja plotson gjërat edhe familjes vetë edhe mua. Nikoj sa i ka lënë pas dore financiarisht familjen e vet, edhe po i prish punë atyre, duke pasur mua jetën e vet. Ai vazhdon rritën e jetës vetë njësoj, gruaja e tij vazhdon rritën e vet njësoj. Unë vazhdoj rritën time, nuk i kam ndërhyrë dikujt. Po mendon për shembull që të zgjasë gjë? Sa mendon që do shkojë ky muhabet? A mendon që mund vijë 22 vjeçare tjetër pak më vonë, kur ti të bësh 24? Po nuk e mendoj, ta thash, nuk kanë si të fozeret në gjemet atja se do gjemi shumë kruntor, edhe po edhe çfarë, domethënë okay, të 2 vjeçare, mund dalë një tjetër, ne kalim shumë mirë bashk. Ky personi, për shembull, larg qoftë, nesër pas nesër i ndodh diçka dhe i humb të gjitha lekët, a do ta doje për njësoj? Me shën drejtën unë jam mësuar me këtë stil jetese. Tani kur më stuaj kur se tash njeriu të ndodhet edhe unë nuk dua të bëj si një kohë që bëja moraliste në të gjendesh një situatë tjetër, po nuk e besoj. Domethënë unë jam mësuar kështu, kam kaq shumë kohë që më plotësohet çdo dëshirë që kam edhe nuk e kthehen dot unë jetën që jam të përpara. Ajo çfarë do të thoja unë në fund të kësaj bisede, patjetër duke të falenderuar që e ndave me ne edhe një herë, do të thoja që pavarësisht kënaqësive financiare që ti merr, të mos e lësh kur veten tënde të nënvlerësohesh për shkak të atyre çfarë ai të siguron, sepse un kam një besim timin personal që ndonjëherë këto marrëdhënie kanë një lloj tendence që duke qenë se janë marrëdhënie të bazuara në përfitime, ai të mund të ketë ndonjëherë tendencën që të nënvlerësoj dhe mos e lejo kurrë asnjëherë. Nuk po them që ai ndoshta nuk e bën, thjesht kjo do ishte një këshill nga ana ime që ti të kishe gjithmonë veten tënde të parën, pavarësisht atyre kënaqësive të vogla ose të mëdhaja siç ti shikon financiare. Këshill nga këshilli ndrrikullave vishnje në studio. Mirë, Jesse, keni një pyetje? Jo, shumë faleminderit që na tregove, që morë pjesë në telefonat. Shumë faleminderit Kati që ndave me ne. Nuk më thonë që i ndarë gjithë këto më rëdhët lajt, po ja që më ke zemë. Po kjo është si një safe space që goca tani më ndajnë gjëra që nuk ishin menduar që do i ndanin ndonjëherë me njerëz që nuk i njohin sidomos, po faleminderit. Faleminderit dhe mos harro e kuqe e zezë. Diti. Për zvezë dhe mëra, faleminderit. Gjithmonë e zezë. Pacim, faleminderit. Pacim. Pa. Unë mendoj që nga jo ditë e zeza ka qenë ngjyra e preferuar e Katerinës. Atë natë, a i kishte të zeza atë kuqe nuk e morën. Arrua, regjia merre pra. Zezë besoj. Zeza besoj, ngjyra fatit. Kjo është një temë, se po e lë pak skaletën këtu. Kjo është një temë që të bësh paragjykuese është ndan një kufi shumë i holl, se nëse ke një mendim kundër, siç për shembull mund ta kem unë, është shumë e lehtë të kalosh në paragjykim, gjë që unë nuk do doja kurrë ta gjykoja, sepse shumë goca mund të jenë duke kaluar situata nga më të ndryshme, siç Katerina e tha, situata me babin, një gocë tjetër mund të ketë një situatë tjetër, por unë nisur nga pikpamja ime personale është diçka që nuk do ta zgjidhja dot se nuk më përputhet me konceptin e marrëdhënies. Pra unë mendoj që kur një marrëdhënie ka interesa financiar dhe kthehet në transakcion, ajo i humbet ca vlera që kanë marrëdhëniet në tërësi. Më vjen shumë që Kati ndau me në historinë e saj dhe
mendoj që imi ajo hapësira që gjithë gocat shprehen, e sigurt që shprehen tek ne. Thjesht unë mendoj që, shiko, 52 vjeç kanë 30 vjet diferencë, edhe ai është xha, mosha e babait të saj. Po. Ca njerëz bëjnë pakt, unë s'do bëja kurrë. Po, Jo, është diferencë shumë e madhe. Shumë e madhe dhe ajo ndoshta ka bërë nga dashuria për babin, nga mendoj që është më e thellë se kaq, mendoj që ajo thjesht ka parë lekët, ka parë, ajo tha, po ta, do të thonë, unë kapem shumë me fjalët. Ajo në një moment tha, nuk kisha parë kur 2000 euro bashk. Dhe ndoshta ka rënë prej tundimit e dhuratave, dhe ka thënë, okej, po e bëjtë një gjën. Megjithëse më duket pak egoiste që jo, nuk është thjesht dashuria për babin. Mendoj që këto gjëra nuk ka të bëjë dashuria për babin, se dashuria për babin mund të ishte me një mashkull që është shumë protektiv dhe caring, thjesht ishte më i madh se ajo. Jo, kam rëndësinë që për të nga që tha që babi donte 4 herë fizioterapi në javë, ndoshta për të mundsuar lekët e atij, ndoshta, po. Kush është problemi? Kjo mund të jetë starti. Problemi, fjalë madhe. Çështja, ku qëndron çështja pa. Këta lloj meshkujsh, 45 plus që merren me femra më të vogla, do thëja 40, po me këtë brandin e ri që ka ndryshuar 40-qa, këta merren me këtë lloj moshe sepse janë manipulues dhe këto femra manipulohen më shpejt. Vërtet. Nëse ai do i shkonte me 2000 euro një femër që do ishte 33 vjeç, nuk do i thonte ajo, do thonte o manjak X, çaj duke bëu, kam dalë për sheftim. Normalisht këta din ku shkojnë dhe kjo është bërë shumë e shpesh në Shqipëri, sepse unë kam një shoqë që punon në kazino, edhe unë çfarë nuk dëgjoj, domethënë, dhe janë goca shumë të vogla që është një turk për shembull që vjen shumë shpesh, që e kanë piketuar për shembull, edhe e bëjnë me rotacion kujt i bi lapsi që ta vari. E kuptoj. Thjesht unë mendoj që këto situatat me sugar dating ndodhin për mendimin tim, ndoshta edhe nga mënyra se si janë rritur. Nuk do të përgjigoj fare këtu, por ka të bëjë shumë mënyra se sa është pak e vështirë për të thënë kjo, po sa të fokusuar ka qenë familja tek fëmijët, tek rritja, sepse nëse ti ishe një lidhje, edhe jo vetëm tek parimet, por nëse ti ishe mami dhe babi që nuk puthen kurrë, nuk qafojnë kurrë, nuk kanë një marrëdhënie tamam, nëse prindërit shqiptar janë mësuar ndoshta edhe nga të tjerë që nuk i kanë parë prindërit duke u përshafur. Okej, po them janë disa situata që mblidhen bashkë. Janë dhe fakti trosh me ekonominë. Po dhe ekonomia, se shef rushin piqet. Unë jam në shkollë universitet, kam një rrogë ndoshta call center 300.000 lek, po shoqet e mia që janë në universitet ikin edhe kanë Louis Vuitton edhe ikin ku ta diun ku, edhe tani du dhe unë sa hap Instagram dhe shoh këtë lloj lifestyle. Si ta gjejon këtë kaq shpejt? Çka kam unë që mund të ofroj trupin veten? E vërtetë, po qëndroj, unë mendoj që kjo nis shumë thellë, është nga ekonomia stablerta, se prindit e shkret shqiptar mundohen që të ikin në punë, të punojnë sa më shumë, të bëjnë sa më shumë lekë që t'i mundsojnë kushte fëmijëve të tyre. Dhe ndoshta duke punuar aq shumë kanë harruar që t'i përkushtojnë këtij fëmijë të mjaftueshëm. Nga mungesa e dashurisë ndodhin shumë gjëra të tjera, nuk do të thotë që vetëm ti shkon edhe gjen një njerëz që të mbaj ekonomikisht, mos. Kjo vjen ku prindit janë vetëm fizikisht aty, vetëm se në lekë në shtëpi, nuk janë emocionalisht me fëmijët e tyre. T'ju lexoj një letër unë që ka lidhje pak me këtë që po flisni dhe më thoni drejt për drejt se çfarë mendoni. Kam disa histori të tilla. Jam në kërkim të këtyre burrave. Rregullohem me shoqet, dalim në vende që rrin këta, lokale të caktuara nga stadiumi ose liçeni i that. Aty i gjejmë, aty i kapim. Troç, nuk na intereson nëse kanë apo jo gra, ne ofrojmë seks më të mirë se gratë e tyre dhe marrim shpërblime mbrapsh. Pra kjo goca qartazi e ka punë. Po tani un kam një pyetje. Nga ndryshon prostitucioni më goc nga kjo që ke shkruar ti, me gjithë respektin? Seriozisht, nga ndryshon prostitucioni vetëm nga fakti që ato shkojnë me të ndryshëm, ndërsa kjo mendoj që ndryshon nga që i zgjidhin vetë. Kjo është, domethënë, ta seksualizosh edhe domethënë unë do thoja ta bësh si objekt një mashkull, dhe të thuash ne rregullohemi, shkojmë në vende që rrin këta, i aty i gjejmë, aty i kapim, domethënë dhe vini re dhe gjuhën me të cilën flasin. Troç nuk na intereson nëse kanë gra apo jo. Ne ofrojmë seks më të mirë.
Do të thënë Sa do doja mos kjo është sa do absurde. doja që ke seksi të ishte gënjeshtër, të ishte një seks skandaloz, e gruaja të bënte seks më të mirë, edhe ti mos kishe vlerë. Se unë nuk e kuptoj, domethënë realisht është pyetja nga ndryshon prostitucioni nga kjo. Ka ndodhur një problem shumë i madh, edhe ajo tipja që ka podcastin që thot unë shkoj me bilionerët edhe dal me bilioner, janë hap shumë website që thonë dalin këto ads, je lodhur, jetë e vështirë, get your sugar daddy. Siç kanë meshkujt milfat 3 kilometra larg, metra larg, nënat single, gjithkohës janë kështu edca që dhe filmat i kanë promovu shumë, edhe tani nuk e di unë çfarë mund t'i ndodhi në mendje dikujt dhe thot po sikur të kaloj një herë nga jeta e shpejt. Janë gjësi. E keni parë atë që ishte të sheshi para ca ditësh që tha jo dua sponsor? Ja, të tilla janë. Po pra, se këto kërkojnë Të tilla sponsor, janë. kërkojnë një punë të dytë. Nuk kërkojmë, jo kjo është puna e tyre e bardhë kryesor, nuk mendoj që po bëjnë punë të tjera fare. Maksimum kanë e parukeri. Nëse, s'po e zgjas më. Tani Meglo, lexo tjetër që mos vazhdojmë ne të elaborojmë më shumë. Jemi. Nuk e kam me qef o goca këtë fjalën sugar daddy se nuk jam aq i madh. Jam 48 vjeç, kam bizneset e mia në Tiranë. Para disa vitesh isha me disa ortak nga puna në Rrëshen për një projekt dhe më kapi syre një vajzë shumë të bukur, brune, trupin e mirë. Nga këto vajzat e urta, por shumë simpatike. Ajo ishte 17 vjeç, unë isha 38. I martuar dhe me 2 fëmijë. Kam pasur dhe të dashura të tjera para kësaj. E mora nga Rrësheni, e solla në Tiranë, i gjeta shkollë, punë, shtëpi, i mundësoja çdo gjë. Kur gruaja humbi gjatë lindjes fëmijën e tretë, u lidha akoma dhe më shumë me këtë vajzën. Isha i fiksuar pas saj. E mbajtëm lidhjen diku te 5 vite. Tani pyetja që lind është që dhe ne ja bëm, kur e pyetëm pse u fiksua pas kësaj, se me që ka pas dhe lidhje të tjera, do të thotë që kjo ka pas diçka të veçantë. Thjesht kjo ka qenë që nuk e bezdiste dhe nuk i bënte pyetje të tjera. Nuk i gjatë lodhte fare. Nuk pyeste zero. fare. Okej. Edhe ky për këtë e versonte dhe respektonte shumë. Domethënë kaq duhet që një mashkull të dojë dhe të vlerësoj të respektoj. Unë mendoj që kjo ka nevojë për psikolog. Kjo e dyta. Kjo realisht domethënë Shumë e vogël, 17 vjeç. E ka bërë grooming. Si Elvis Presley, gruan e vetë, gjithë 16 vjeç, e mori, e çutet shtëpisë, e rriti, jetonin bashkë, pastaj 18 u martua. jo, problemi nuk është ajo që është 17 vjeç, se ajo 17 vjeç aq ka parë, aq di, aq lob s'është gjojuar. ajo, s'është as jo, nuk është ajo sepse ti atë nuk mendon dot Është qartë. ky për psikolog, domethënë. Ky jo, okay, jo. Sepse ti në 17 vjeç, edhe 16, 17, 18, ti nuk mund të mendosh, ti nuk e di se çfarë do. Dhe ata ai është shumë, domethënë 38, ai e ka vite më i madh, Mo e ka manipuluar më gjes, se janë të gjithë ajo në Rrëshen, ka ardhur ky, e ka marrë ku më di se çfarë i ka premtuar. Prandaj njerëzit u hoq martesa 16 vjeç, se ti nuk je koshient. Goca 17 vjeç, më me në kokë dhe këmbët në tokë, ju lutem, kësaj radhe. Për ju vetëm në tokë, Vetëm në tokë as lloj këmbët. tjetre. Jo, nuk ka lloj tjetër. Nuk e di. Kam një histori. E se më pëlqen që na shkruajnë dhe meshkuj, se çfarë shkruajnë nuk ka rëndësi, po na shkruaj të paktën na tregoni një histori. Se imagjino ky se ka humb një fëmijë, e ka dash këtë kaq shumë si me pas Kjo e kine vet. Kjo letra, më duhet ta zgjas emisionin që ti fullem me detaje, po s'kemi kohë moj motor, po se ç'është ky muhabet? them ta kalojmë këtë djalin e Dalina. Se Dalina Show, Dalina po ti Show. djali, përveç se të falenderojmë që e ke bërë share, po shko te Dalina Show. Ma me që e thoni ti djali, se nga e kishim quajtur sugar daddy, ai nuk pranoi të quaj sugar daddy, se i duke vetja e ri, e kupton 40 vjeç. 48 i vogël. Sugar papi. sheqer. Sugar boy. Kur u njoha me të, unë isha 25 dhe ai 48. Ai një jetë shumë në Shqipëri dhe ne nuk takohemi kur këtu, vetëm udhëtojmë jashtë. Verat më të mira, hotelet më të mira, vendet më të bukura. Çanta Chanel dhe Hermes janë gjithmonë aty dhe ai ka qejf të më llastoj. Falti, mbarova bachelorin, masterin dhe tani jam në një punë shumë të mirë. Nuk e dua vetëm për lekët, ai është edhe njeri i mirë dhe kalojmë bukur bashk. Por ma ka bërë të qartë që nuk do martohemi kurrë dhe aq më pak të kemi fëmijë. Rregulli kryesor është që nuk ka pyetje për asgjë, me pak fjalë nuk e çaj t***in. Unë dua të kuptoj që çfarë mund ta detyrojë një gocë përveç vështirësive të mëdha ekonomike që hajde se po i kuptojmë, por çfarë mund ta detyrojë një gocë që të shesi veten për një fucking çantë Hermes. Domethënë
Pse nuk mundesh ti të punosh çfarë të bën ty të paaft për të punuar për t'ia bler Po vetë. Blerta, ndoshta thjesht nuk do, moj. Nuk do. Pse se merr dhe këtë anë, e di që është e vështirë ta pranosh, Se thjesht kuptoj siç e dot. the te letra e parë, nuk do. O Blerta, ka goca që ta maj tjetri me lek, kaq ka ajo ka goca që perspektivë. roptohen edhe punojnë gjithë ditën, edhe sigurinë e tyre ndershmërisht. Ka dhe goca që bëjnë të gjë, e thonë jam rahat, punoj, i marr kollaj. Ty që në ranar bën moodboardin se si ku e sheh veten. I love it. Po you love Nuk it ka edhe gjë ne më jemi të këtu. bukur, o goca, realisht nuk jam këtu për çitur moral, ju bëni çfarë Po doni Blerta, ka jeta një gjë, është ca juaja. njerëzve, nuk kanë gjithë njerëz njësoj, ne jemi kështu, kemi vizione, kemi ëndra, kemi gjëra, kanë ca që thonë, o vëlla, nuk kam nerva për vizione dhe për ëndra, të mundoj me të lodhem vetë. Do gjej këtë, do mi japi edhe Nuk ka më të bukur se ajo liria kur ti arrin vetë gjërat e tua. Por po është karakter ndryshe, është karakter, nuk kanë gjithë një karakter. Ca kanë më kollaj kështu. Edhe ment se japim do të gjithëve. Jo, Me si thënë jam drejtën, ment, kështu që- nuk jam askush të jap Çdo gjë ment se që më jetën e ka vjen- të gjithë. Më fal. Vetën, më fal, jo vazhdo. Çdo gjë që më vjen të them nuk është përshtatshme për këtë episod, emision. Kompani. Çfarë të vjen të thua? Po të bëja një krahasim me atë drejtë e kuqe në Amsterdam. Ta thosh edhe një herë. Atje Anton, kush po, hyn i po. zgjedh, këto i zgjedhin vetë. Këto i zgjedhin vetë. Një shqiptari kishte thënë ajo, unë nuk shkoj me shqiptari, kishte thënë, edhe pse është shqiptare. Kështu që Ka qenë shqiptare ajo. Ka ndryshuar korat, kanë drejt ta zgjedhin dhe ato vet. Po bëhet barazi. Qëndran. Nuk e di nëse kemi diçka tjetër për ta mbyllur këtë episod, se historitë ishin të shumëllojshme. Mjaftueshme mendoj Të unë. mjaftueshme. Ju keni hapësirën tuaj në komente, në YouTube dhe kudo që të ndani me ne mendimet tuaja. Ju lutem, ju që i dëgjoni në TikTok, pavarësisht se nuk do e dëgjoni këtë, kuptoni që nuk janë histori të thëna nga ne, i kanë shkruar lexuesit se këta të TikTokut motor. Mendoj pas 5 vitesh do e kuptojnë që janë tonat. Në sezonin e 5 fiks aty do ta kuptojnë. Absolutisht. Nëse njerëz ky është realiteti shqiptar, jetojmë këtu. Të paktën me që Dëgjojeni, jetën kështu e shijojeni. doni dhe nuk ju ndryshojmë dot dhe mendet tona se japin, bëna investim të paktën. Se nesër pas nesër vjen 22 vjeçare tjetër, ikën ai, ç'do bësh ti? Lini proteza? Për teta më fjaroni, për hapën e dyqan rroba, se lejo, vare. Të paktën. Shihemi në episodin e radhës. Shihemi. Duam. Love you. Mos harroni të na bëni follow në Instagram, ju që Dhe s'na keni subscribe. akoma. Aty poshtë. Ándale.